Nga vjen karburanti jonë? Pse kemi karburantin kaq të shtrenjtë? A përzihet karburanti në Shqipëri? A bëjnë hile pikat e karburantit? A e kontrollon shteti karburantin? Po ne, a i bëjnë do t'hile pikave të karburantit? Ka ardhur momenti që shumë pyetje të marrin përgjigje. Dhe shumë thashë theme të faktohen. Mirë se vini në Revolution. Shumë pyetje. Patjetër që do të kemi shumë pyetje. Jemi një vend me konsum dhe me çmime shumë të larta, por me besim shumë të ulët. Njerëz që kur shkojnë në vendet fqinje, mbushin makinat plot me besimin se po marrin karburant më cilësor dhe më të lirë. Por nëse do të thoya që ne jemi ata që furnizojmë vendet fqinje, a do më besoni? Për të marrë përgjigjet e kësaj e shumë pyetjeve të tjera, do të kthehemi në Zanafill, që në momentin kur karburanti vjen në trojet shqiptare. Porto Romano. Çdo litër karburant që vjen zbarkon në këtë port dhe kompanitë që importojnë atë numërohen me gishtat e një dore. Një prej kompanive të mëdha që importon shet te konsumatorët rreth 36 milion litra naftë dhe 6.8 milion litra benzinë në muaj. Po nga vjen gjithë ky karburant? Një prej kompanive më të mëdha në Shqipëri importon direkt nga rafineritë e Aramcos, giganti saudit i hidrokarbureve. Aramco është prodhuesi më i madh në botë i naftës dhe njihet për standardet e larta. Ky është një start i mirë. Do thotë që karburanti që vjen në Shqipëri është i cilësisë parë. I gjithë karburanti që vjen depozitohet në këtë port, ku kalon dhe procedura doganore për të shpërndarë më pas në gjithë territorin shqiptar. Por a mbetet ky karburant vetëm në territorin shqiptar? Lidhja e vetme me Bregdetin për Kosovën dhe Maqedoninë është Shqipëria. Konkretisht rreth 90% e naftës dhe benzinës në Kosovë importohet nga Shqipëria. Por ne jemi ata që kur shkojmë në Kosovë, mbushim makinat plot për shkak të çmimit dhe cilësisë. Por në Kosovë cilësia e karburantit është e njëjtë. Po si ka mundësi që çmimet janë më të ulta? Kjo duket e komplikuar, por në fakt nuk është fare. Shikoni sa thjesht. Karburanti vjen në Porto Romano me një kosto prej 60 lekë për litër. Dhe menjëherë lind pyetja, ore sa fitoka këto kompanitë e karburanteve? Në fakt nuk fitojnë dhe shumë, sepse duhet paguar dhe kosto doganore, që e çon vlerën diku ke 155 lekë për litër. Sepse çdo litër që zhdoganohet, kompania i paguan rreth 95 lekë për litër shtetit shqiptar. Kur nafta arrin në një pikë karburanti, vjen me një kosto prej rreth 155 lekë për litër dhe më pas shitet në një kosto prej 173 lekë për litër. Vetë pika karburantit ka kosto të tjera, si qeraja, punonjësi, drita apo 28 taksa të tjera. Për ta përmbledhur, një kompani që paguan të gjitha taksat dhe ka të gjithë punonjësit e siguruar, nuk e kalon fitimin prej 2%, ose ndryshe 2 deri në 3 lekë për litër. Dhe kjo është disa nga kompanitë krejtësisht të vegjël bëjnë hile në cilësi dhe litra. Dhe ky është një prej faktorëve më të rëndësishëm për nivelin e lartë ndodhjes që kemi. Për numrin e lartë të problemeve që kemi me filtrat partikulare, injektorët apo dhe pjesë tjera, dhe për mos mjaftuar paguajmë më tepër litra se ç'marrim në të vërtetë. Por me çfarë përzihet karburanti apo si bëjnë hilet me litrat? Një prej hileve më klasike vjen nga një shtet të cilin na mburrim lart e poshtë për cilësinë e karburantit dhe për seriozitetin. Ja mërmendja? Greqia. Jasos, 10 litra naftë lutem. Me. Diçka në pamje të parë duket krejt normale. Po unë porosila 10 litra naftë dhe shoqen pont më marrë 10 litra naftë.
Gjithashtu kur nden skuadrin, shoh që niveli i karburantit është në rregull. Gjithashtu jam i qetë, sepse e di që shteti grek nuk të fal për hile dhe pompat janë të kolauduara me çdo gjë në rregull. Kristopoli, parakalo. Por ajo që ka ndodhur në të vërtetë është një prej hileve më të bukura. Në gjendje normale, 1 kg naftë është e barabartë me rreth 1.2 litra, ndryshe nga uji që është i barabartë 1 kg me 1 litër. Dhe jo, nafta nuk përzihet me ujin, për shkak se uji ka densitet tjetër. Uji qëndron poshtë, ndërsa nafta qëndron lart. Por çfarë hile përdorin grekët? Gjatë një hetimi nga autoritetet në Greqi që zgjati rreth disa muaj, u vure që në disa pika karburanti shitësit kishin instaluar brenda një depozit, pajisje që shërbenin për të rritur temperaturën e naftës. Pak a shumë ishin kthyer në boler. Dhe çfarë ndodh kur rrit temperaturën e naftës në depozit? Nafta bymehet. Në moment që një klient furnizoi me 10 litra, pompa e karburantit shënonte po 10 litra, sepse kolaudimi i bërë nga shteti është manipuluar nga temperatura. Nafta që tani është në serbator, pas rreth 30 minutash merr temperaturën e ambientit kur rri. Si rrjedhoi të kurrë dhe shkon në volumin real që duhet jetë. Pra ti paguan për 10 litra dhe realisht ke marrë 10 deri në 15% më pak. Sipas hetimeve kishte shitës që vidhin deri në 30%. Imagjino diferencën për një depozit karburanti që zakonisht janë 30-40 ml. Edhe në Shqipëri, të gjitha pompat e karburanteve do të jenë kolauduara nga kompania koncesionare. Shteti kryen kontrolle periodike në çdo pikë për të parë nëse pompat nxjerrin realisht aq litra sa tregojnë në ekran. Gjithashtu, kompanitë e mëdha në Shqipëri përdorin pompa të cilat nuk xhirojnë ajër nëse depozita është bosh. Mbi të gjitha ka kompani serioze të cilat pompat i kanë pajisura me filtra, të cilat ndrohen her pas here për të shmangur ndonjë papastërti që mund të kenë mbledhur depozitat. Në fakt, cilësia e karburantit tek ne nuk është si dikur. Më përpara, shumë kompani furnizoheshin nga rafineria Ballshe, naftë made in Albania me parametra shumë të ulta dhe jo sigurt për ambientin. Por kjo rafineri ka qenë në vitin 2019 që është jashtë funksionit. Më pas u shmontua dhe u shit për scrap. Sot, kompanitë e mëdha importojnë 100% të naftës së benzinës nga jashtë. Marketingu, konkurenca dhe kontratat që kanë me klientë ndryshëm i ka shtyrë që të ruajnë cilësinë e parë. Kështu që për disa shitës më të vegjël që duan fitojnë më shumë se çka mundsi, mbeten disa rrugë alternative si metoda greke apo më përfolura përzierja. Kjo në pamje është një lloj vaji të cilën e përdorin për të përzier naftën, të cilën e kanë blerë nga kompanitë importuese. Kushton më lirë se nafta, ka densitet të gjashëm, por djegshmëri më të ulët dhe është e dëmshme për automjetet dhe krijon shumë ndodhje në ambient. Shumë makina në rrugët e Shqipërisë ndjekin këtë lloj përzierje. Por si ndikon kjo në performancë? E keni vënë re në pika karburanti që ka disa çmime të ndryshme? Për shembull, ka benzinë normale ose 100 oktan, ka naftë normale ose premium siç e quajnë shumica. Benzina normale vjen në Shqipëri nga importuesi me rreth 97-98 oktan. Benzina 100 oktan është po benzinë normale, por thjesht i shtohen aditiv që rrisin oktanet dhe kjo përkthehet në dikshmëri më të lartë. Sa më lart dikshmëria, aq më tepër fuqi prodhon makina dhe aq më pak karburant kërkon për ta prodhuar atë. Për krahasim, në Amerikë, shumica karburanteve ofrojnë benzinë nga 85 në 95 oktan. Nafta, ndërkohë matet me cetan. Cilësia mesatare varion nga 55 deri në 60 cetan, dhe ajo më e mira me aditiv shkon deri në 65 cetan. Nafta më e mirë 65 cetan si Dynamic Plus ofron dhe lubrifikim më të mirë dhe pastrim të tubave. Por duke përzier karburantin cilësor me vajre të tjera, ulet numri i cetanit ose oktanit dhe si rrjedhoi, ulet e performanca makinës. Makina harxhon më shumë edhe prodhon më pak fuqi. Një tjetër fakt interesant është që karburanti që vjen në Shqipëri në periudhën nga tetori deri në mars është i garantuar që nuk ngrin deri në -20 gradë. Kjo ndodh sepse vendet si Kosova apo Marsia e Shqipërisë gjatë dimrit kanë temperatura nën 0 gradë. Siç e tham, karburanti vjen në Porto Romano nga kompanitë e mëdha shqiptare për të furnizuar të gjithë rajonin dhe si rrjedhoi, të gjithë kemi njëjtin karburant. Por mos u shqetësoni sepse nuk bën diferencë performancën e makinës tuaj. Hilet mund t'i bëjmë dhe ne si konsumator të karburantit. Mund t'i quajmë hile, por janë thjesht disa fakte që do t'i kemi parasysh. Nëse shikoni një autobot që përshkakon një pikë karburanti, mos u furnizoni aty për të paktën rreth 30 minuta. Kjo ndodh sepse në momentin që produkti shkarkohet nga autoboti në depozit, përplaset në fundin e depozitës dhe ka rrezik të ngrejë lart në një papastërti që ndodhet në fund të depozitës. Këtë papastërti duke ngritur lart mund të arrijë nivelin e tubit të thithjes së pompës, e cila më pas të transferohet në serbatorin e makinës tuaj. Që papastërtia të kthehej në fund të depozitës, nivel të cilin nuk e thith pompa, duhet pak kohë. E njëjta gjë ndodh me makinën. Në fund të serbatorit, me kalimin e kohës formohen papastërti. Sa do e lartë të jetë cilësia, papastërtitë krijohen sepse nafta është produkt që nxjerret nga nën toka dhe ka përmbajtje shumë të ulta gëlqërore që me kalimin e viteve akumulohen dhe krijojnë papastërti të ngurta. Për shmangur kalimin e papastërtive në motor gjatë furnizimit dhe pas furnizimit, makina do të jetë e fikur. Për makinën, koha e kthimit të papastërtive në fund depozitës është shumë e shkurtër sepse serbatori është më i vogël. Gjithashtu, ne mund të shfrytëzojmë të kundërtën e hiles greke. Duke mbushur makinën herët në mëngjes ose në darkë vonë, ku temperaturat janë më të ulta, ne mund të përfitojmë më tepër litra.
Ka shumë teori që qarkullojnë lidhur me karburantin në Shqipëri. Shkaku i këtyre teorive është i qartë. Për shumë vite kemi pasur cilësi dobët karburantit dhe çmime më të larta në rajon. Ne nuk mund të fajsojmë dot një qeveri të caktuar për këtë, pasi ndrimet e pushtetit nuk kanë sjellë ndryshime të dukshme për këtë situatë. Gjithashtu, nëse mund të kritikojmë kompanitë ndryshme të karburantit për praktiket e tyre të dyshimta, në fund të fundit ne si konsumatorë jemi përgjegjës për karburantin që zgjedhin, ndërsa shteti duhet të sigurojë kontrollet e rreta ndaj çdo subjekti. Mbase është faji ynë si popull që nuk kemi ngritur zërin mjaftueshëm për çështje kaq të rëndësishme, ose thjesht është pasojë rrethanave ndryshme në Shqipëri. Megjithatë, situata është përmirësuar ndjeshëm në aspektin e cilësisë, për sa kohë kemi kompani që importojnë direkt nga Aramco, ama çmimet mbeten më të larta në rajon, dhe kjo situatë do të rregulluar. Dhe vim prap tek çati dhe kemi disa tema që janë shumë pak të prekura, por shumë të rëndësishme. Pikante. E para fare herë kemi vënë në shqyqyr Zotit, themi që kemi mjeshtra. Do të thonë mjeshtra në sensin që kemi mekanik të mirë apo kemi punonjës të ndryshëm që merren me fusha të ndryshme të automobilizmit. Po. Por kemi pasur shumë më shumë mjeshtra, sepse të tjerët kanë ikur jashtë shtetit. Për marka të caktuara makine, mbaj mend që ka pasur mekanik që i merreshin vetëm atë markë ose merreshin vetëm një gjë të caktuar. Dhe ishin profesionistë tamam tek ajo lloj gjëje. Dhe përveç asaj, dhe këta mjeshtra që janë sot, që kemi shok tan mekanik që punojnë shumë mirë, kanë goxha pasion tek puna që bëjnë, vuajnë për gjetur punonjës. Po shohim që si vend, si Shqipëri po marrim shumë të huaj, po marrim emigrantë cilët duan të punojnë, por nuk kemi shumë profesionistë. Edhe këta të pikave të karburanteve, kam parë që Gega për shembull ka një disa punonjës që janë jo shqiptar, janë tuaj që punojnë edhe bëjnë punën me qef, vinë bëjnë punën me qef. Dhe jo vetëm ata, po dhe shumë fusha të tjera. Por duke ikur shumë njerëz nga vendi jonë, domethënë, janë detyruar që të marrin ata që vinë. Ata që janë këtu aktualisht janë shoh vetë pa punë, po që përtojnë punojnë, domethënë përtojnë mësojnë një gjë të re, përtojnë mësojnë një zanat. Po edhe kjo është diçka e rëndësishme. Mekanikët ata ardhmes kemi kthyer si ato vendet e Europës që marrin nga vendet e treta punëtorë, sepse nuk kanë më forcë punëtore, edhe neve po i afrohemi kësaj. Edhe mekanikët e të ardhmes që ne do kemi, unë me dyshim mendoj që mund të jenë shqiptar. Edhe do jemi pak problem me pjesën që do zhvillojmë fushën automobilizmit, sepse nuk do kemi më mekanik të mirë siç i kemi sot fatmirësisht, nuk do kemi më, sepse nuk e kanë atë dëshirën siç e kanë pasur ata që janë aktual sot. Ose do ta bëjmë do it yourself pastaj. Ose do it yourself me YouTube. Që jemi ta pasionuar. Që mirë që përtojnë të mësojnë të rregullojnë makinën, po ka edhe njerëz që përtojnë të japin makinës. Po tani kanë filluar të përtojnë edhe ta parkojnë. Keq, edhe ta parkojnë. Edhe janë këto makinat e reja, që të flasim realitetin, okay, të gjithë e dimë që një makinë elektrike na bën punë aspektin e konsumit, na bën punë aspektin e këtyre vajrave, gjërave që kursejmë. Nuk po i hym ndotjes e tjera me radhë sa të dëmshme janë, por për ca gjëra janë shumë të mira. Por tani po teprojmë pak mohabetin, se po dalin tek ato që unë i quaj mikroval me rrota, po dalin tek ato që janë me vet parkim, me vet pilotim, me vet shkarkim, me vet ngarkim, me një makinë elektrike dhe e merr me qëllimin që kjo do parkohet vetë. Pse? Po pse më, po ti s'di të parkosh makinën. Po mbas edhe nuk di, prandaj ka marrë atë. Po nëse di parkosh mos hyj makinës. Po pra do thotë që ti s'ke bë patentën, nuk s'ke bë shkollën siç duhet. Do thonë që ti e le atë te auto parking dhe ajo do i orë parkohet. Presh makinën sa të parkohet. Mos harrojmë që edhe në Shqipëri do të jetë sistem super i avancuar që ta kuptojë se çfarë po ndodh me vendin ku do parkosh, se zakonisht ne i lejmë makinë mbi makinë. Por përveç asaj, do thotë që nuk e kuptoj cili është problemi të parkosh makinën, ashtu siç ta ka mësuar xhaxhi instruktori të autoshkolla. Mendoj se duhet përmirësohet edhe sistemi këtyre makinave që vetë parkohen, vetë ecin, nuk e. Për shembull në Spanjë kishin ndjer një autobus që ishte self-driving për qytetarët, autobus urban. Po. Gjithsesi, edhe pse ishte pa pilot, kishte një operator brenda në autobus që rinte gjithkohës. Po. Pra është e njëjta gjë sikur kishte një operator, jepi timonin, ul atje dhe shtisoj. Po. Kjo është tema e fundit për të kaluar tek i ftuari i radhës, sepse do shohim një super performancë të ftuarit. Do të kemi një ndryshim të vogël në test drive. Do të kemi një makinë tjetër, të cilën e kemi zgjedhur pas shumë testeve të ndryshme. Ajo bën një kohë shumë të ngjashme me makinën që kemi pasur në 2 episodet e para, por mos më thënë identike. Por është shumë më e lehtë në përdorim, sepse personazhet që do kemi në Revolution janë të ndryshëm. Ashtu siç është kjo vajzë që do të kemi sot, e cila ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me stilin e saj jetesës.
Dhe jemi në pjesën e tretë të Revolution me një personazh shumë veçantë. Jemi me Keslin dhe sot do të mësojmë se sa ndikon makina, dhe sa rëndësishme është makina në jetën e Keslit. Si është raporti jot me makinën? Domethënë, sa rëndësishme është makina në jetën tënde? Unë kam të njëjtën makinë që kam pasur që në fillim. Domethënë, makina e parë është makina aktuale. Po, e imja, edhe ndjej një lidhje shumë të thellë, edhe saqë ndonjëherë mendoj që dhe nëse bëj një makinë të re, dhe të njëjta. Po, ose do ta mbash këtë do marrësh një tjetër. Ose do mbaj këtë dhe do marr një tjetër. Po, çfarë makine ke? Unë kam një Nissan Qashqai të kuq. Edhe mendoj se makina është pjesë shumë e rëndësishme për ditëshmërisë, po pjesë më e rëndësishme e të ndjerit i lirë. Unë e kam marrë makinën 18 vjeç e gjys, edhe ajo ishte faza ime e parë e të ndjerit i lirë. Domethënë ti mund të kisha akses të shkoj ku të doje, pa i kërkuar asnjë njeriu të lutem më shoqëro këtu ose më çfarë diku. E shija si gjë të bukur. Atëherë ndërroja për një Fiat 500, edhe e kam pas tek tabela orareve të gjimnazit, sepse babi më kishte premtuar që nëse unë fitoj një nga 3 shkollat e paratistës, do ma blinte nxero. Po patentën e mora para se të më dilte kjo shkollave, edhe kisha filluar merjam qeftas Nissanin. Edhe më pëlqente që ishte e rehatshme, e madhe, e lartë. Kështu që fillova ndrova, edhe shtëpisi duket e kishte spikat që e merjam qeftas makinën dhe e ktheja po në pozicionin siç ishte, edhe më tha i diet babi, tash është momenti makinës tënde, don 500 që kërkova atëherë, po do të lejmë këtë. Këtë që merrem qeftas, që në 6 minuta. Edhe thash, okay, thash dua Nissanin, nuk më intereson as lloj makine tjetër. Po një makinë ëndra që do doja ta kisha. Mos më thuaj që është Nissan Qashqai. Bentayga. Po Bentayga. Nissan Qashqai në steroide. Po, një Nissan kështu pasanikësh. Nissan me belç tjetër. Pse të pëlqen ajo? Nuk e di, më pëlqen, duket si makina me personalitet. I ka të gjitha, edhe lukun, interiorin, edhe është e bëshme. Pëlqen të ecësh shpejt apo thjesht komode? Më pëlqen të dikur dhe ecja shpejt, por kur rritesh edhe piqesh edhe shtohesh me fëmijë, nuk mendon më për veten, po mendon të kthehem, shëndosh e mirë në shtëpi. Kështu që unë i vura limitator makinës pastaj, edhe mendoj që dhe nëse do të ecësh shpejt, nuk ke ku ecën shpejt, sepse siguria mbi gjitha dhe ka një arsye pse rrugët, kjo për shembull është me 80. Është dhe problemi i njerëzve këtu ke nëse, edhe nëse do bëjmë rrugën shumë të mirë, kam përshtypjen që prap është mungesa e kulturës, mungesa e respektimit të rregullave. Është e vërtet, po shumica e njerëzve i din rregullat, thjesht mendoj se janë pak të frustruar nga ky trafiku që krijohet, edhe nga orët e gjata që harxojnë rrugëve dhe nuk e kanë më mendjen, do merren me telefonin dhe me policët. Ke gjithmonë një policë në pika me trafik. Po, shumë vetë thonë këtë. Po nëse s'ka policë fare në rrugë shumë, kush e shkakton? Njerëzit që zën vija të bardha me makinë, që zën kryqëzime. Një gjë që unë vura re kur isha në Brazil, që Brazili është një vend me popullsi shumë të madhe, edhe dyndje shumë të madhe makinash e këto, nuk i zinin kurrë kryqëzimet e makinave. Po. Sa do të ishte trafiku, ata linin hapësirë që dikush që do të dali nga kjo kthesa le të kalojë. Është shumë e vërtetë. Këtu nuk ndodh. Nuk ndodh. Sidomos në kryqëzime shumë të populluara si Nëntkatçet. Po. Ku është shumë logjike. Rruga Durrësit. Ti ke logjike, ti ke rrugën bosh përpara, ose ke rrugën e zënë më saktë përpara, dhe ti thjesht do bësh një hapësirë 2 metroshe që nuk do bën diferencë me jetën tënde. Dhe tjetri mund të kaloj. Po këto nuk e bëjnë këta dhe të shohin edhe kështu keq, jam rrallë, unë thotë çfarë do t'i thotë. Si intereson kjo pjesa. Po tani, me që ishim ke pjesa që tani e bërë nën, e 2 fëmijë, dhe si ka ndryshuar kjo me pjesën e makinës? Po, makina është edhe mjet pune, edhe mjet ndime, edhe mjet qefi. Mjafton të gjesh të duhurën që i përshtatet numrit të personave të familjes, edhe stilit jetesës. A është Bentayga një nga ato që i përshtatet? Apo po e mendon? Po, nëse do kisha shumë lek, po, se doja dilja edhe me ndrimin e tapicerisë, po të ma gërvishte qeni, për shembull.
Okej, me qenin për shembull si është Si është marrëdhënia? Mirë, me mua mirë, me bashkëshortin tim në fillim ka qenë kështu rrudhë insurrace, jo lëkura makinat. E shef nevojën që ta kesh makinën si statement, si pjesë të pamjes, si pjesë të stilit. Për mua nuk është, varet edhe nga kontenti dhe lifestyle-i që bën, po për mua nuk është fare pjesë luksi. Në këtë pikë të jetës time dhe të stilit të jetesës që unë bëj, për mua makina është më shumë domosdoshmëri dhe të jetë aty në dispozicion të familjes në çdo lloj ore se sa e bukur. Të kesh një makinë të bukur dhe mos dish ku ta parkosh në lagje për shkak se s'ka hapësirë. Edhe kjo ndodh shpesh, se shoh makina që janë po marrin një shumë mbi 100.000 euro që parkojnë Që parkojnë lagjen mbi trotuar, po. trotuar, aty kalon Po shiu, breshri, plus jetesa ime në Durrës më ndihmon shumë të ecë në këmbë. Çfarë diferencë ka Durrësi me Tirana, si qytet, si trafik, si parkime, si njerëz, si infrastrukturë, çdo gjë? Si trafik, normalisht shumë herë më pak se sa në Tiranë, sepse vendet janë shumë afër, kështu që njerëzit lëvizin goxha në këmbë. Po duket që ka shtim popullsie dhe trafiku sa vjen edhe rëndohet. Po për momentin mirë, nuk qahemi. Problemi jonë i vetëm janë parkimet. Në Durrës ke shumë problem të parkosh makinën. Problemi vjen se nuk mund të gërmosh shumë nën tokë. Se Durrësi është qytet i zhytur 2 herë gjatë historisë së vet. Në 2 qytetrime janë nën tokë. Po në një aksident për shumë ke bërë? Aksident më kanë rënë një herë kështu. Ka qenë në fillimet e patentës time, prapa e periudha që merja makinën edhe prapë dorëzoja kështu, më ranë kështu kokë në kokë tek kthesat e lapidarit. Një makinë, ajo ishte në ngjitje, edhe se duket e mori ngjitjen shumë gjërë, suri korsin time, edhe mrap përballë, kapi gjysmën e fenerit edhe para kolpi. Ajo gjëja është rregulluar për 24 orë, unë jam kthyer në... Po, është pjesa që e ke marrë makinën pa leje? Po, e ka marrë pa leje dhe në 10:30 të darkës shkova dhe makina ishte perfekt, cekurat ishin drejtu, ishte lypje, sa që ishte gërvisht e kështu. I vetëmi problemi ishte feneri i thyer, se s'kishim ku të gjenim fener. Edhe të shtëpisë sot e kësaj dite më pyesin, "Ore, çfarë ke bërë makinës që arriti të krisej feneri, po të gjitha gjërat e tjera ishin në rregull." Edhe njëta gjë, nuk kam thonë asgjë akoma, ku ti unë si ta sajoj. Ja, më tani, ne do bëjmë kështu, ne do Po gjithsesi ata do shohin tani. Jo, do nxjerrim pjesë edhe do nxjerrim vetëm këtë pjesën. Okej. Duke filluar nga ky moment. Po. Po si erdhja i Zogu për shumë që ratën e tonë kështu direkt? Qa ndodhi me atë, si mund të vi Zogu dhe mu ke feneri? Dhe njëherë tjetër më ka ardhur Zogu ke pasqyra e makinës, një makinë po dilte indjetra në këto rrugicat e vogla të Durrësit edhe i ra pasqyrës dhe derës makinës, edhe unë isha në pushim atëherë nga këto pushime disorareve të universitetit, edhe do pja kafe në Durrës unë, Buzdetit. Ai tipi më tha, "Të lutem sa mos e merr policinë se ka makinë punë, do më heqë patentën." Tha, "Na t'ja plek." Me ato lekën, gjeta te këto varrezat e makinave pasqyrë. Edhe deri në moment fundit mendova se ishte çdo gjë okay, derisa thotë ai tipi që të montoj derën e hapi gati për të lidhur fishat, tha, "Kemi një problem sa me këtë pasqyrën që ti e ke sjell elektrike", tha, ndërkohë makina ka mekanike. S'ka gjë, thash prej ato fiet, mbyllë makinën ta dorëzoj prapë në shtëpi. Meshkujt apo femrat në timon? Meshkujt. Pse? Unë jam vetë femër edhe jap shumë mirë makinës, po mendoj se e kanë marrë shumë femra patentën me mik. Nuk din në rregullat kryesore të dhënit, absolutisht që ka dhe çuna që e kanë marrë me mik, po më shumë e kanë marrë me mik se kanë ditë t'i japin makinës edhe kanë evituar këtë pjesën e kursit. Po gabim është prapë. Po absolutisht që është shumë Nuk i din gabim, akoma mendoj rregull. që gabimi i madh që bëjnë njerëzit që marrin patentën është ta marrin në mik. Tani ne po vim në një pjesë që besoj se ju do të pëlqej shumë. Është pjesa e sfidës. Kjo është test drive i vërtet. Dhe ne jemi në një rrugë e cila është e Është pak me bllokuar. hile se është automatike makina, do Pse të do preferoja me manuale. Po s'ka gjë. E po ja që ndodhin edhe këto lloj diskutimesh. Domethënë nuk para shef shumë femra që të thonë unë dua makinë manuale sepse është me hile. Mirë, se ajo manuale sigurt jep atë ndjesinë e feeling safe.
Nuk e di a keni dhe ju çunat. Feeling Po ti e mbet better, më jo mirë safe. makinën, më e kontrollon më shumë. Po ta shpjegoj Edhe po t'lam shkurt. frenat, mund t'i japësh dritë. Po. Se me automatike lë aty. Po, automatiket që e kanë plus minusin në timon ose çon si ka, kanë kontrollin plus minus, kanë një funksion manualen, por thjesht janë më shpejta sepse nuk e freksion, hiq marshën, fut marshën. Pra do të thotë, nëse do të jesh performancë, e ke më mirë manuale, kështu automatike, se na falni. Ndërsa nëse do të jesh për qef, për fun drive, e ke më shumë manuale sepse është ai qefi i këtyre. Ti si e me manuale mirë, jep mirë. Më shumë mirë. Prandaj këtë këtë gjë. Do kesh sfidë kundër 6 të ftuarve të tjerë, sepse ti je 1 ndër 7 dhe do të shohim ku do dalësh. Pra do thotë, ti do renditesh në një tabelë e cila do dalin në episod në fundit, në bazë të kohës që do bësh sot. Jepi shpejt, por me kujdes, sepse në fundit siguria është numër 1, është primarja. Për makinën e ke safe, ja kemi thënë gjithë këtë, makinën e kemi të pajisur gjithashtu edhe këtë makinë sepse e kemi ndryshuar nga herët e tjera, këtë e kemi të pajisur me frena Brembo. Janë upgraded, që do të thotë frenimin do kesh shumë më të fortë, shumë më të mirë dhe nuk të pengon asgjë tjetër për të bërë atë që ke të bërë. Suksese. Suksese. Mirë këtë dydy, atë s'ka. E shtroke me dash. Thuaj që dole e para. Këtë dhe marrësh vesh në fund. Si mendon që ke dalë? Me mik, me korrupsion, me gjëra? Ja, direkt. Jo, se me na. Nuk ka gjë korrupsion, nuk ka gjë lek, nuk ka gjë mik. Ti u knaqe? Unë nuk knaqa shumë, edhe më pëlqeu kjo. Si mendon që ke dalë? Para më, ç'është kjo? E para. Super, më vjen mirë për konfidencë. Edhe po si isha e para, imagjinon sikur jam e para. Do e bëje prap? Do e bëja prap. Po, pak më vonë, se kemi fëmijë me rrit. E kisha harru këtë adrenalinën, faleminderit çuna për ftesën, unë kënaqa shumë. Erdhi dhe fundi Revolution për këtë episod. Bëni like, subscribe, share, komente, çfarë doni ju, jeni të mirëpritur dhe shihemi te episodi radhës. Pafshim!